Banorët më të dëmtuar këtu në Hasturka, sa është dëmi? Po dëmi unë këtu kam 70 ulim tokë, të mbjell me ato të sezonit që janë, tërshërat, gruri, jonçat, gjitha i kam të përmbytura komplet. Dhe niveli i ujit këtu lisht ka filluar të qenë me të rënë. Kam mbetur pak tokë e zbuluar, kam çuar blektorin që popullohet pak aty se morëm pak, domethënë baza ushqimore në unjom. Jo plotësisht, po unjom. Atë edhe jemi në një situatë që nuk e dim çfarë do bëhet, se s'ka dhe ku gjendet baza ushqimore. Do në këtë sezon tani, këtë periudhë tani nuk e gjen dot më. Atje se është dimër, grumbullohet si gjatë beharit. Nuk e dim se si do vjen situata, inshallah të na ndihmojnë shteti, se nga Zoti atë ushqim që pati e shpërndavën para andej dhe vetëm neve. Prisni verifikim të dëmeve? Patjetër, nuk diskutohet, sytë të qeveria i kemi. Nga ajo duhet mbështetje. Ku ti kërkojmë tjetër gjë mbështetje? Vetëm qeverisë. Sa lop keni dhe kuj patët kur do lujë? Shiko, unë pata 7 frerë lop, kam 7 frerë aktualisht, hyri ujë pak në stall, i nxora anë gjatës këtu. E kupton, baza ushqimore që ishte në nivel si më i ulët, ajo urejt një pjesë atje, edhe nga i dëm në blektori nuk pata. E kupton që të jo ngordhe jo këtej në të atje, po ja që niveli ujit. Duhet që argjinatura është qarë në Argjinatura është qarë në 3-4 pjesë edhe duhet marrin masa që të izolohen se toka është e tengopur. Kanalet janë të tengopura me ujë, po doli edhe njerë. U shpërtheu, po u hapën digat dhe njëra nga hidrocentrali, ne prap do jetë e njëjta situatë dhe më e vështirë bilës. Apeli juaj për gjithë zonën, për gjithë banorët e zonës së dëmtuar? Apeli ynë është qeveria të verin dorën në zemër, të marrë masa të paktën për bazën e ushqimore të blektorisë, se nuk janë vetëm unë, janë disa familje këtej që janë prekur nga kjo gjë, kështu që këta i kërkojmë ndihmë shtetit. Kuri o gjë një? Po mirë dhe fotë në të. Do na thosh dy fjalë çatë Si stranjë. Rëzitu keni kohë në erë? në dhe në nënë. Blerët janë brenda, po të shkojmë aty te portat, kanë dalë disa koshe dhe ka dalë në rrugë aty, po të shkojmë dhe këtu duken. Koshe në vetë, çfarë them unë, çfarë flasim. Të humbur mes detit. Shohim tani çfarë bëhet, çfarë do bëhet. Blera zjeme. Te ta ve unë atë dua goxha kosto, vati bleta 2-300.000 lekë një blet. Po prisni verifikim dëmesh? Po tani të shojmë, nuk e dim, nga shqit, çfarë do bëhet. Ai e ka ndonjë. Erdhi një rjerë ju lajmëroi për t'i hequr? Unë s'mora vesh fare, unë rrim petrol, me gribisha, kështu që s'mora vesh për të thirrë që ky pësisha ingjenit mirë dhe ky ishte smur. Pas mjafto të gjë këtu do Tu është futur ujë në banesë? Po banesë brenda ujit. Një prurje e tillë ishte parë këtu në zonë? Asnjëherë. Kjo është e parë. Po vetë që në 67 me blet kanë qenë fëmijë, të kriki mbredhën. Si të radhë jo një, s'ka bërë asnjë. Çarja dhe dëmtimi i argjinaturës në disa vende është shqetësues. Argjinaturës flas. Mirë.
hektar. Jo, një sekond, o çakule që blerë këtu. Aty. E fillojmë? Po. Ju jeni një ndër banorët që keni pësuar dëme nga përmbytjet e daljes së lumit Seman. Atëherë çfarë dëmi është bërë më konkretisht? Kam 1 hektar me elb, edhe sa koshare blete, 15 koshare blete. Nuk arritët do t'i largonit në kohë, au? Jo, nuk paralajmëruat? arritëm kur morën vesh që po vinte ujit, u mundova që të ngre plashkat brenda të shtëpia. Frigorifer, ato gjëra, plashkat e shtëpisë. A erdhi Edhe njeri mbajti u në lajmëroi Jo, dhe jo, nga e morët jo. veshjeve që po përmbyteni. Si Kur na erdhi ujit këtu. ju lajmëroi njeri? Që po na hynte këtu, ujit, në hobor këtu. Atëherë pam që Njoftim paraprak nuk patët? jo. Nuk patët. Ju prisni komisione verifikimi për dëme tashmë vetëm shpërblime? Po, tash ne presim, po. Se sa do bëhet, kjo punë, nuk dim gjë. Ju bëni apel për ndim? Apel bëhem, në ndihmoj. Po në ndihmon, në ndihmoj. Po, po, ja shkota atje, unë kam. Aha.